Shqipëria prej vitesh dëgjon të njëjtin premtim. Investime të mëdha, vende të reja pune, zhvillim ekonomik dhe transformim të vendit. Por ndërsa qeverit flasin për miliarda mijëra investime, shumë qytetarë vazhdojnë të pyesin: nëse Shqipëria është kaq e favorshme për biznes, pse shumë investitorë të huaj vazhdojnë të hezitojnë të vinë? Kjo është pyetja që po ngrihet gjithnjë më shumë, sidomos pas debateve të forta për Zvërnecin dhe zonat e mbrojtura bregdetare, një debat që ka ndarë vendin në dy kampe. Nga njëra anë janë ata që thonë se Shqipëria ka nevojë për investime të mëdha dhe se pa to nuk mund të ketë zhvillim. Nga ana tjetër janë qytetarët dhe aktivistët që paralajmërojnë se zhvillimi nuk mund të vijë duke sakrifikuar natyrën, pronat dhe interesin publik. Por këtu qëndron e vërteta. Shumë ekspert ekonomik kanë ngritur prej kohësh disa probleme serioze që sipas tyre trëmbin investitorët e huaj. Në radhë të parë, përmendet siguria juridike. Një investitor i madh nuk sjell miliona euro vetëm sepse një vend ka plazhe të bukura apo taksa të ulta. Ai kërkon garanci se rregullat nuk do të ndryshojnë nesër, kërkon gjykata të besueshme, kërkon gjithashtu siguri për pronën, por kërkon edhe transparencë. Dhe pikërisht këtu, sipas kritereve, Shqipëria vazhdon të ketë problem të vërtet. Konfliktet e vjetra të pronësisë, proceset e gjata administrative dhe akuzat për korrupsion janë përmendur vazhdimisht si pengesa serioze. Ndërkohë, qeveria argumenton se vendi ka bërë hapa të mëdhenj përpara. Sipas saj, investitorët e mëdhenj po shohin potencialin e Shqipërisë dhe po zgjedhin vendin për projektet afatgjate. Por debati është bërë edhe më i ashpër kur bëhet fjalë për Zvërnecin. Zonat e Zvërnecit nuk janë thjesht një copë tokë pranë detit. Për shumë banor ambientalist, ajo përfaqëson një pasuri kombëtare, një zonë me vlera natyrore, historike dhe turistike që duhet të mbrojtur. Kur u publikuan projektet për zhvillimin e zonës, reagimet nuk vonuan. Banorë, aktivistë dhe organizata mjedisore dolën në protesta. Ata ngritën pyetjen që vazhdon të dëgjohet edhe sot: apo zhvillohet zona për interes publik, apo për interes privat? Protestuesit thonë se zhvillimi nuk mund të justifikojë shkatërimin e një ekosistemi të rrallë. Ata paralajmërojnë se nëse humbet natyra, dëmi mund të jetë i pakthyeshëm. Nga ana tjetër, mbështetësit e projekteve argumentojnë se investimet sjellin punësim, turizëm dhe të ardhura për ekonominë lokale. Kjo është pika ku përplasja bëhet më e fortë, sepse në thelb nuk diskutohet vetëm për Zvërnecin, diskutohet për modelin e zhvillimit të Shqipërisë, aty ku vendi të hap dyert për investime të mëdha me çdo kusht. Apo duhet të vendosen kufi të qartë kur bëhet fjalë për mjedisin dhe interesin publik. Një tjetër pyetje që po ngrihet është nëse protestat kanë realisht ndikim. Ka nga ata që thonë se protestat nuk ndryshojnë asnjë gjë, se vendimet janë marrë dhe se qytetarët nuk mund të ndalojnë projektet të mbështetura nga pushteti. Por historia ka treguar se jo gjithmonë është kështu. Në shumë vende të botës, protestat qytetare kanë detyruar autoritetet të rishikojnë vendime të rëndësishme, kanë sjellë hetime, transparencë dhe debate publike.
Edhe në Shqipëri ka pasur raste kur presioni qytetar ka bërë që projekte të caktuara të rishikohen ose të shtyhen. Prandaj ndikimi i një proteste nuk matet vetëm me rezultatin e menjëhershëm. Ndonjëherë efekti më i madh është fakti që një çështje nuk mbetet në heshtje, që qytetarët të informohen, që media raporton, që institucionet detyrohen të japin shpjegime. Megjithatë, kundërshtarët e protestave thonë se Shqipëria nuk mund të bllokojë çdo investim. Sipas tyre, vendi ka nevojë për kapital të huaj dhe zhvillim ekonomik. Ata argumentojnë se pa investime nuk ka vende pune, nuk ka rritje ekonomike dhe nuk ka të ardhme për të rinjt. Por kundërshtimi i aktivistëve është po aq i fortë. Ata thonë se investimi dhe mbrojtja e natyrës nuk duhet të jenë kundërshtar, se në një vend mund të zhvillohet pa shkatëruar pasuritë e tij më të çmuara. Ndërsa debati vazhdon dhe duket se do të vazhdojë edhe për shumë kohë, lindën pyetja: a ka të drejtë Rama? Përgjigjja varet nga këndvështrimi. Mbështetësit e tij thonë se ai po sjell investime dhe po transformon Shqipërinë. Kritikët thonë se zhvillimi nuk duhet të vijë duke cënuar mjedisin, transparencën dhe interesin e komuniteteve lokale. Një gjë është e sigurt, çështja e Zvërnecit ka dalë përtej kufive të një fshati apo një projekti të vetëm. Ajo është kthyer në simbol të debatit më të madh që po zhvillohet sot në Shqipëri. Çfarë lloj zhvillimi dëshirojmë? Një zhvillim të shpejtë me kosto të lartë për natyrën, apo një zhvillim më të kujdesshëm që kërkon më shumë kohë por ruan pasuritë e vendit? Përgjigjja përfundimtare nuk do të vijë nga politikanët, por as nga investitorët. Ajo do të vijë nga mënyra se si shoqëria shqiptare zgjedh të balancojë interesin ekonomik me mbrojtjen e trashëgimisë natyrore. Dhe deri atëherë, protesta në Zvërnec do të vazhdojë të mbetet një nga simbolet më të forta të përplasjes mes zhvillimit dhe mbrojtjes së natyrës në Shqipëri.